Ke besoj një biznes që administron punë se pastaj. Prej sa vitesh merresh? Unë kam 30 vjetë që punoj këtu. E përgjithshmja në një gjendje nuk themi super të mirë, po të mirë. Kuptohet që blejnë, bëjnë, ushqen. Çfarë tregton nëse të pyes në lidhje me biznesin? Po, unë tregtoj ushqimore dhe konfeksione. Edhe këto produktet e mjektorisë për shumë misër, hime. Furnizimet i sjellin apo shkoni me? Furnizimi shkojmë i marrëm vetë. Ku janë pikat që i marrëm i ngarkojmë, i bjem këtu dhe i shesëm. Po, a ja vlen e gjithë kjo se në Vlorë, nafta, mundimi, sigurisht vjen këtu i shen? Po, jam bërë ato llogari që ja vlen, se ndryshe ta këshim mbyllur, po mos ja vlente. Punojmë, bëjmë, ushqemi ne, mbajmë shtetin, edhe neve ushqemi. Taksat vazhdojnë? Taksat e bashkisë, shteti nuk na merr ka vitra që s'na i ka marrë. I kënaqur me biznesin që bën? I kënaqur. Ka rënë xhirua nga viti në vit? Po bie numri banorëve, detyrimisht do bie xhirua, ajo nuk është në ngritje fshatrat. Fshatrat janë në ulje se s'ka, kanë mbetur moshe tret po thuaj, e të rrallë familje që janë me fëmijë këtu. Për shembull shkolla këtu është shumë pak numri nxënësve. Banorët vjen kryesisht ushqime apo ndoshta edhe gjëra si thua çejfi, konzas. Çfarë duhet i blejnë? Po të pyes. Ke borxhe? Borxhe jo, as një lek. Se? Ka para njerëzit. Vjen me makinë, vjen, s'ka shtëpi pa 3 makina. Kaq mirë. Çfarë do thosë? Po ja i ke fshirë që ka do listë. Po janë gjëra momenti këto pa punë, i mbet unë, gjëra momenti. Momenti. Si është etapa e biznesit? Si është? E ardhmja është që do ulet tempi, nuk drejt asaj ardhmja se kanë mbetur mosha që shumë pak. Po na një dyqan dhe do jetë, po që shumë pak. Ju jeni vetëm në marketën fshat? Jo, ka dhe të tjerë. Ka një klub këtu, një më poshtë. Po ranë shumë e makina, kanë makina, janë njerëzit me na 2-3 makina për derë, nuk u marrë vendet, nuk ka vend ku t'i fusën. Vjen keq për të situatën që ndoshta për shkak të largimit të njerëzve mund të rrezikosh të ta mbyllësh. Po nashi secili shikon kështu, po kjo u ham dyert nashi dhe do ikim ku të jetë më mirë. Unë kam një kushëri në Gjermani, ai stabilizon, po merr mua apo merr djalin tim. Tjetri e kanë në Itali, njëri e kanë në Greqi. Ti ç'ke biznes ke? Do të largohesh? Jo. Do rish këtu se pastaj. Këtu se astero.